Nëse po vuan nga depresioni apo ankthi, mos i shtyp ndjenjat e tua. Mos bëj sikur që të shka është në rregull, kur brenda teje ka stuhi. Nuk jep se të buzëqeshësh për të tjerët, kur zemra jote është e lodhur. Ndalo pak, merr frymë, dëgjoje veten, lejoje ndjenjat të dalin edhe nëse po të dhem shumë. Sepse ajo që ndjen është reale dhe ti ke të drejtë ta ndjesh. Mos ke frikë nga vetja jote dhe mos lufto kundër saj. Sa më shumë e pranon atë që është brenda teje, aq më shumë fillon të qetësohesh. Nuk je rrësira që po ndjen, brenda teje ka ende dritë, edhe nëse tani mezi po e sheh. Dhe hap pas hapi, ajo dritë do të bëhet më e fortë. Edhe nëse tani duket e vështirë,